Përshëndetje të gjithë dëgjuesit dhe shikuesit të Shkollës së Jetës. Jemi përsëri së bashku në një episod tjetër solo, me një temë tjetër interesante për disa nga gjërat që duhet të keni parasysh në rritjen e kompanisë tuaj. Këto janë, le të themi, disa nga principet kyçe që doja të ndaja me ju kur ju jeni në procesin e zhvillimit të kompanisë. Kompania ka më shumë shitje tashmë, ka më shumë volum pune, por ju patjetër jeni mos të stresuar, keni më shumë presion, stafi juaj ka më shumë presion, sepse patjetër çdo gjë si thonë shtrëngohet kur nuk janë sistemet e duhura në vend dhe diçka është në rritje, sepse aty pastaj duhet të ndryshojmë strategjinë që kemi pasur më përpara dhe të fokusohemi te proceset dhe tek burimet njerëzore, sepse në fund të ditës një kompani është e përbërë vetëm nga dy gjëra, ose dy fusha të rëndësishme, apo dy, le të themi, mënyra se si rritet një kompani, që janë patjetër procese të ndryshme dhe që kompania organizon dhe patjetër burimet njerëzore. Këto janë dy gjërat që rrisin një kompani dhe janë gjërat më të rëndësishme për të pasur parasysh. Atëherë, gjëja e parë për të pasur parasysh është të ndërtoni gjithmonë të ndërtoni një kompani që është e vlefshme në treg. Kur I merrni vendimet se, domethënë, kë duhet të merrni në punë, çfarë strategjie duhet të ndiqni për të rritur, si të rrisni më shumë shitjet tuaja, si të shisni më shumë shërbimin që ju keni, duhet gjithmonë të mendojmë me vizion për, le të themi, kompaninë si një qenie individuale për te nesh, se si kjo qenie individuale apo mekanizëm individual të jetë I vlefshëm në treg, sepse në fund të ditës, edhe nëse ju mbase nuk keni për ta shitur kompaninë tuaj mbas disa vitesh, për të ndërtoni diçka të vlefshme, ju përsëri jeni duke ndërtuar një kompani të shëndetshme dhe një vlerë të mirë për tregun, sepse kështu matet, le të themi, vlera e një biznesi. Biznesi gjithmonë që ka njerëz që janë të lidhur në biznes nuk është aq I vlefshëm sa një biznes që ecën vet, ose ka një model biznesi të thjeshtë që mund të shumëfishohet. Kur modeli është I thjeshtë dhe mund të shumëfishohet, biznesi është I mirë dhe është më I vlefshëm në treg. Kur është e anasjelltas ose e kundërta, patjetër që është e kundërta. Një gjë që mund të kemi parasysh është pjesa e djegjes së baterisë, si që themi gjithmonë, që quhet burnout në anglisht. Gjithmonë kur rritet volumi I punës, I bie njerëzve që punojnë në kompani, nëse nuk janë strukturat e duhura në vend, ose nuk janë ende të strukturuara mirë, sepse është një zhvillim I ri, atëherë njerëzit vuajnë të gjithë nga stresi dhe nga, le të themi, djegja e baterisë. Kjo është një nga gjërat në fakt që saboton shumë vendimarrës për të marrë vendimet e duhura për të rritur kompanitë e tyre, sepse ata marrin në vendimet e vogla që do rri këtu ku janë. Jam më mirë kështu, nuk duan të riskojnë jetën personale, nuk duan të riskojnë shëndetin, dhe marrin ato vendimet e vogla çdo ditë dhe kjo në fakt e lëndon biznesin në afatgjatësi, sepse këto vendimet e vogla çojnë që pak nga pak gjërat të përkeqësohen, jo të përmirësohen dhe të jenë në zhvillim dhe në rritje. Biznesi është shumë si jeta personale. Kur ne e lëshojmë veten tonë dhe nuk merremi me veten tonë, atëherë David ja na lëshon, neve përkeqësohemi si njerëz. Humbim shpresat, diskurajohemi, nuk kemi më atë dëshirën ose pasionin për të bërë diçka. Domethënë është biznesi është si njeriu. Kështu që edhe në biznes, nëse jeni në të presionin e zhvillimit, kujdesni nga sabotimi që mund t'i bëni vetes tuaj, me vetdia ose pa vetdia, për të marrë ato vendimet që duhen në momentin e duhur për të rritur kompaninë. Një nga gjërat që mund të bëni nëse jeni në rritje të kompanisë tuaj është inventari I gjithë gjërave që duhen bërë, ose ato procedurat operuese standarde.
procedurat që gjithmonë shfaqen ose përsëriten në biznes në mënyrë që ky proces të çojë shërbimin te klienti juaj. Gjithë mekanizmat që përsëriten zakonisht janë standard operating procedures dhe kjo është një gjë shumë e mirë për t'i parë dhe për të qartësuar se tek cilat nga këto na duhet ta automatizojmë, cilat nga këto duhet ta delegojmë te dikush, cilën pjesë nga ky proces duhet të marrë njerëz në punë, cilën pjesë do ta marrim vetë si themelues në këtë moment ose fazë të rritjes të kompanisë. Domethënë pa patur dieni dhe qartësi në këtë pjesë, atëherë nuk do dini se cili është hapi radhës për të implementuar një strukturë të re ose për të fuqizuar strukturat ekzistuese në biznes, në mënyrë që le të themi shtëpia të jetë fortë dhe me çatin e duhur, le të themi, që të ketë jetë gjatësi për vizionin që ju keni, për ku doni ta çoni dhe si doni ta shtrini kompaninë tuaj. Pjesa tjetër e kompensimit dhe burimeve njerëzore, nëse ju e shikoni që ju duhet njerëz të ri për të marrë në punë, nuk ka pse sot të qëndrojmë në strukturat kompensatore ose të kompensimit të rrogave, le ta quajmë tradicionale, sepse sot ka shumë mënyra për të kompensuar dikë. Mjafton vetëm të krijoni situata win-win, të dy personat të fitojnë, patjetër ju dhe punonjësi ose skuadra ose personi që do punojë me ju, dhe mund të gjenë shumë mënyra se si të kompensohen njerëzit. Mund të bëj në fakt një temë ndryshe vetëm për këtë temë, sepse kjo ka shumë kompleksitet, se çfarë i motivon njerëzit dhe çfarë i bën njerëzit për të qëndruar me ju long term ose në një afatgjatësi më të lartë, sepse ky është një nga problemet kryesore të gjithë bizneseve, që nuk mbajnë dot njerëzit e mirë, njerëzit që punojnë, njerëzit që performojnë. Por gjithsesi, për le të themi këtë temë që po diskutoj tani, është dilni për te tradicionale, pyesni njerëzit. Unë gjithmonë kam marrë gjithmonë këtë këndvështrimin apo pozicionin që nëse nuk e dini diçka, çfarë duhet në treg, pyesni klientët. Nëse nuk e dini çfarë do skuadra juaj, pyesni njerëz që punojnë me ju. Kjo është, le të themi, gjëja më e zgjuar dhe gjëja më e ngrohtë dhe më e nxehtë që ju keni njerëzit përballë jush dhe ato japin përgjigjet e duhura për problemin që ju mund të keni ose për një vendim për të marrë që ju duhet nëse doni që të strukturoni një, le të themi, një strukturë kompensimi ndryshe nga çfarë keni ditur ose ndryshe nga çfarë ofrohet nga në treg. Ndërkohë për pozicionet që ju jeni duke mbushur në kompaninë tuaj. Kjo është diçka tjetër për ta pasur shumë në, le të themi, në top of mind, në fillim të mendjes ose për të pasur gjithmonë fokusin e duhur, sepse patjetër pa sisteme dhe njerëz nuk mund të rritemi. Se dy janë ato struktura siç e përmenda, ose procesi ose burimi njerëzor. Dy janë strukturat themelore të një biznesi dhe nuk bën njëra pa tjetrën, se pa asnjërin nuk rritemi, kështu që janë dy gjëra shumë të rëndësishme. Patjetër është dhe vendimarrja ose mentaliteti i themeluesit ose vendimarrësit kryesor në biznes, që zakonisht është themeluesi, ose patjetër kur nëse biznesi është rritur goxha lart, mund të jenë CEO apo le të themi skuadra e drejtuesve të kompanisë ose boardi i kompanisë. Mendësia e gjithë secilit duke ndjekur një strategji të qartë është një nga gjërat më të rëndësishme, sepse janë timonërat që drejtojnë këto kompani. E nëse njerëzit nuk janë në njëjtën faqe, le të themi, ose në të njëjtin vizion, atëherë secili mundohet ta drejtojë kompaninë në drejtimet e gabuara ose të tyre. Dhe patjetër mund ta imagjinoni çfarë ndodh kur secili është duke shkuar në rrugën e tij, rrugën ndahen dhe kompania vuan. Sepse kompania patjetër është një mekanizëm i përbërë nga procesi dhe njerëz. Kështu që duke pasur këto parasysh, këto janë disa gjëra për të pasur parasysh
Nëse ju doni të rriteni për te ku jeni, për një të treg të ri, doni të jeni më konkurrues në treg, si thash, kur doni që të rrisni një biznes që është i pavarur nga pronari dhe që mund të shitet në treg nesër pas nesër ose mund të jetë një aset në treg, numrat kanë shumë rëndësi, funksionimi i kompanisë pa një person caktuar ka shumë rëndësi, të jetë i pavarur kompania. Pavarësia e kompanisë ka shumë rëndësi, sepse gjitha këto e bëjnë një kompani të mirë në treg, siç e thash edhe një herë, nëse kompania e ka modelin e biznesit të thjeshtë dhe të përsëritshëm, ose të që shumë fishohet shpejt. Sepse patjetër të gjitha shumë fishohen, të ardhurat, shitjet dhe vlerat që kompania shton në treg në proceset të saktuara të rritjes së saj. Atëherë, faleminderit shumë për ndjekjen, faleminderit që e ndani këtë podcast me themelues të tjerë, me CEO të tjerë. Unë falenderoj shumë për përshtetjen dhe patjetër nëse ndoni ndihmë për pjesën operacionale ose menaxheriale të kompanisë, mund të bisedojmë dhe mund të bëjmë atë brainstorming, le të themi, duke hedhur ide të ndryshme rreth një problemi të caktuar që ju jeni duke përjetuar në zhvillimin e kompanisë tuaj. Ju kudo që dëgjoni këtë podcast, mund të më gjeni dhe mund të zhvillojmë një bisedë miqësore. Shumë faleminderit dhe do shihemi në episodin e radhës.